Tani në hapësirën e ekspertit, kam nderin dhe kënaqësinë si çdo të hënë të kem në studio ekspertin e pensioneve, zotin Kujtim Hoxha. Zoti Kujtim, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Duke qenë se prej disa kohësh tashmë, mosha e pensionit për gratë të paktën është në rritje me në 2 muaj çdo vit, në mos gabojmë, është në diskutim për moshën e burrave dhe është në diskutim për rritje më të shpejt, deri në 4 muaj për vit, ndërkohë që për burrat në 2032 do filloj rritja e moshës, derisa të shkojnë të barazohen të dyja, besoj? 67 vite. Por ndërkohë një material interesant që ju më keni dërguar mua, thoshte që një burr shqiptar mesatarisht gëzon 10 vite pension, më e ulta nga gjitha vendet e rajonit, të cilat nisin me Maqedoninë e Veriut me 10.5 vite, e shkojnë deri në 16-17 vite në vendet e tjera më të zhvilluara si Greqia dhe Italia. Dhe pikërisht në kushtet që jemi që ne po diskutojmë dhe kemi një premtim qeverisë për një rritje të pensionit, dyfishim pensionit minimal, paktën për vitin 2030, donim të diskutonim pak më shumë këto shifra, të na sjellje pak më shumë të dhëna. Si jemi në raport me vendet e tjera? Nëse gëzojnë burrat 10 vite pension, a jemi në kushtet që kjo rritje e moshës pensionit në 2032, por edhe mosha e pensionit të grave, të mbetet e tillë? Në kushtet kur qeveria ka edhe në tavolin një material për të cilën ka shpallur objektivat janë ata, si rezultat edhe i detyrimit që ka Shqipëria ndaj Këshillit të Europës për të plotësuar disa standarde në lidhje edhe me pensionet, me moshën e daljes në pension, me masën për të dalë në pension, me kushtet që duhet u krijojë pensionistëve, qoftë në ditët e përditshme, por edhe kushtet tjera në lidhje me shpenzimet që ata kanë për mjekime, për diagnostikime, për udhëtime. Pra, janë edhur një ser ofertash të cilat në pamjen e jashtme duan analizuar dhe duan nxjerrë disa konkluzione, natyrshëm dalin edhe konkluzionet, sepse Europa mesatarisht dalje në pension e kanë vendet e ndryshme të Europës, ku ne duhet të shkojmë, e kanë 67, ka 68, Danimarka pretendon që të shkoj në 71 vjet, ndërsa Shqipëria ka një ligj, ligji 104/2014, për të cilën janë parashikuar si rezultati ndryshimit të ligjit, që gradualisht femrat të ushtohet nga 2 muaj dhe në 2056 të plotësonte detyrimin që i ka vënë Këshilli i Europës për moshën 67 vjet për të dalë në pension. Sigurisht këto kohët e fundit Këshilli i Europës i ka vënë detyrë qeverisë shqiptare për kapitullin e 2 dhe 3, për hapjen e gjithë kapitulleve në fakt, po këto parashikojnë atë konkurrencën që duhet të kenë në vendet ku duhet futen në Europë, ato që pretendojnë, si që në vendit e Ballkanit perëndimor, ku futemi dhe ne si Shqipëri, pretendohet që ky mision për të dalë në pension në moshën 67 vjet, që i përgjigjet vitit 2056, mos bëhet me ati, po të avancohet, dalje në pension në moshën më shpejt, dhe objektivi është në 2036 të plotësojnë këto detyrimet. Objektiv 2036? 2036 të barazohen burrat dhe gratë. 67 me 67? Pra të ndryshoj ligji dhe të avancojë duke shtuar, jo me 2 muaj gratë dhe burrat, po në çdo vit të shtohet me 4 deri në 5 muaj. Janë 2 variante, cili do të përdoret është e drejtë dhe detyrimi i qeverisë shqiptare. Por, kemi gjatësi më të ulët nga vendet e rajonit. Po, duke marrë shkak nga këto, unë faktikisht shqyrtova një çik të dhenat e Instatit dhe Eurostatit në lidhje me jetëgjatësinë dhe atë që quhet sa e gëzon një qytetar europian një pension, duke krahasuar edhe vendin tonë, sipas
këtyre të dhenave, unë mora 12 shtetet e Europës, nga të cilët me rezultonte që në Shqipëri, jetë gjatësia e gëzimit, dhe me sa vite e gëzon një shqiptar pensionin, me rezulton 14 vjetë mesatërisht burat dhe gratë. Po të ndara këto, Ka diferencë të madhe mes burrave. midis burrave dhe grave, gratë e gëzojnë afërsisht 16 vjetë, ndërsa burrat 10 vjetë. Maqedonia vinte me 10 vjetë gjysmë e gëzonte një burr në Maqedoni dhe gratë 13.5. Pra në lidhje me këto neve kemi gjatësinë në gratë që e gëzojnë pensionin më të lartë. Ndërsa në vendet e tjera, Danimarka, Spanja, Anglia, Norvegjia, Suedia, Greqia, Italia, Franca, e kanë moshën e daljes në pension, një pjesë e kanë 66 vjetë, si që është Gjermania, afërsisht themi, sepse kanë ca regullat tjera, nuk kanë të njëjtën në krahasueshmëri, si që krahasojnë të dhenat në Shqipëri, me grupë moshat e tyre dhe përberjen edhe femra dhe meshkujt e kanë 66 vjetë Gjermania. Greqia e gëzonte më tepër nga ne, burrat e gëzonin 12.5, ndërsa gratë e gëzonin 17 vjetë. Pra duke parë në këtë këndvështrim, ne dalim vendi që kemi quajtur si vendi më i vojtur. Pa. Dhe pavarësisht se ne dalim më shpejt në pension, e gëzojmë pak për shkak të gjatësisë ulët. Tash kjo pretendohet që do të rritet, se deri kësaj jemi, po krahasueshmërisht me moshën e daljes në pension për femrat, e cila do të rritet, rrjedhimisht i bie që edhe gëzueshmëria e pensionit për femrat të jetë më e shkurtër, të mos jetë në këto nivele që pretendohet. Kështu që kjo është sa për statistikë që njerëzit të kuptojnë se sa do të gëzojnë pension. Ndërkohë, jepet alternativa nga qeveria që me pensionistët për rritjen e pensionet do të merremi vetëm në vitin 2030. Çdo njeri mund të bëjë hesapet e veta për të nxjerrë konkluzion, se ne nuk na dëgjon njeri në kuptimin e kësaj, po sigurisht i bëjmë të ndjeshme për qytetarët, në mënyrë që të keni iden dhe të reagojnë ndaj këtyre kushteve ku jetojnë, pretendohet që të pensionet të ndryshojnë në vitin 2030, kur me statistika, si pas këtyre 60% të burrave që sot marrin pension të mos ekzistojnë, dhe rreth 40% e grave. 50% e burrave i bie. Diku te 50. Po 50 janë 6 vjetë. Gjërsa e gëzojnë. 2030 5 vjetë. 2030 janë 5 vjetë e më shumë se gjysmë. 5 vjetë e gjysmë. Edhe i bie më shumë se sa gjysmë. Pra i bie diku afërsisht 60%. 60% që të mos ekzistojnë. Kështu që qeveria duhet të shikojë shumë me kujdes këto probleme, se janë probleme sociale, po probleme që prekin gjithë shoqërinë shqiptare. Kështu që në këtë mes del në mënyrë emergjente për ligjvendësit, për këta që flasin atje ose që ngrenin kartonin, të kenë kujdes dhe të ngrenin problemet që shqetësojnë shoqërinë shqiptare. Dhe tjetë prioritet. Po sigurisht, kur themi që në vitin 2030 mos ekzistojnë këto 20% të grave dhe 60% të burrave, do të thotë që duhet të marrë masa emergjente tani të çastit, pastaj këto që janë objektiva për të futur në Europë dhe për të krijuar standardet, sigurisht duhet të ketë pastaj edhe një program afatgjatë që themi për ta standardizuar dhe për të rregulluar këto gjëra që stonojnë në jetën shqiptare. Ne si kudo, edhe në sigurimet shoqërore me një vend ndryshe nga vendet e tjera të Europës, për shkak edhe politikave që janë ngritur dhe që janë ndjekur nga qeverit që nga vitet 50 dhe këte, për të ndryshuar gjendjen, sepse kjo gjendje në këtij lloji që është në Shqipëri nuk mund të jetë normale për
një vend që pretendon të aderojë dhe të jetë pjesë e vendeve europiane. Shumë faleminderit që e sove kaq mirë dhe kaq që të prek direkt, sepse shifrat janë faktet pak kundërshtueshme dhe pak kontestueshme. Dhe besoj që është një lloj mënyre për të ndërgjegjësuar si qytetarët që të jenë më të vetëdijsuar për gjendjen e tyre, por edhe qeveritarët, në mënyrë që të kenë prioritetet tilla që të veprojnë drejt për drejt për pensionistët në kushtet që janë aktualisht. Nuk mund të pres pensionisti për 2030-ën, por duhet vepruar më herët, sidomos edhe me shifrat e inflacionit larta që nuk i është përgjigjur indeksimi 4.1%. Mirë, faleminderit shumë zoti Hoxha për shqetësimin që ngrite. Ne do të presim telefonatat e para në studio për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Po zonjë. Përshëndetje. Të lutem afroje pak telefonin sepse dëgjohesh larg. Po, përshëndetje. Po? Kam burrin në prag pensioni në 12 korrik, bën 65 vjeç. Në 12 korrik burri bën 65 vjeç, po? Për dokumentat, duhet të filloj të mbush moshën, apo që tani më përpara? Po. Atëre, në lidhje me pyetjen që bëre qytetarja me të drejtë, duke parë edhe shqetësimet nga njerëzit që flasin, qoftë në televizor, qoftë në përmjet shtypit, por edhe nga në jetën e përditshme dalin probleme nga më të ndryshme që qytetarët nuk sigurojnë dot vjetësinë e punës dhe, si thuash, nuk gjenë dot veten e tyre në vendet ku kanë punuar, duke ndjerë këtë pasigurim edhe drejtë shpreh këtë pyetje, thot kur do të filloj për mbledhjen e dokumentave, për standardizimin dhe pastaj për aplikimin për pension pleqërie të burrit vet. Sepse në 12 korrik ai mbush 65 vjet dhe në këtë mënyrë ai duhet të jetë i përgatitur, si thuash, për vjetësinë e punës që ka dhe kontributet që ka derdhur. Dhe në këtë këndvështrim unë e rekomandoj zonjën që duhet, nëse ka njerëz, fëmijë ose nipra çfarë mund të ketë, që ta ndihmojnë në lidhje me futjen e Albania, aty ka 3 opsione. Opsionin e parë do kërkojë për periudha pune para vitit 93 në ndërmarrje shtetërore ose kooperative. Nuk u ka rëndësi, është një rubrikë më vjetë, nëse nuk do t'i dalin, në këtë rubrikë për mungesë të dokumentacionit, se i kthejmë përgjigjet. Kërkon aty dhe për 2 javë maksimum i kthejmë përgjigjet, se ka vjetësi pune aty ku pretendohet dhe periudat që ka. Nëse nuk u ka, është zgjidhur me ligji 7/2025 për periudat para 91-shit. Pra, e fle mendjen që para 93-shit janë ajo vjetësi pune për cilën ka aplikuar në këtë portalin për ndërmarrje të mbyllura para vitit 93. Rubrika e dyta është për periudha pune nga një i pari 94 deri në 31 i 12-2011 për ndërmarrjet edhe ose të vetë punësuarit, ka patur një dyqan, dhe s'është e sigurt që i ka ato vjetësi pune apo jo, e ka këtë dilemë. Atëre aplikon këtu, në këtë rubrik, duke vënë edhe niptin se është e vetë punësuar, nëse se është e vetë punësuar, ka qenë e punësuar në një subjekt, tregon subjektin dhe periudhën, dhe brenda 2 jave i kthem përgjigje prapë në portal, për atë që pretendohet, nëse e ka ose se ka. Nëse nuk e ka, do të jetë problem për këtë periudhë, sepse mbetet periudha pasaj që nëse s'konfirmohet, gjithmonë marrë atë më të ashtu se kur zgjidhen problemet s'kapsejzem në gojë, do të shkojnë në gjyq nëse periudha... Po edhe nëse i ka faturat... Po i ka faturat, rregullohen pasaj ajo, drejtohet në degën e kontributave të drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore ku ka banimin, dhe ata ja standardizojnë pasaj, ja rregullojnë kur ka dokumenta, kur s'ka është problem. Dhe periudha e tretë
që është periudhë me sigurt për qytetarin, është periudha 1/1/2012 dhe në vazhdim deri në sot. Nëse ka punuar në subjekte shtetëror, po edhe subjekte privat, aty në të dhënat e individuale të tia dalin dhe si të thuash bashkimi të tre këtyre periudhave tregojnë atë historikun e punës dhe nga data 12 korrik zonjës i linde drejta për të aplikuar, për të aplikuar, atëre në fillon, nuk mund të aplikoj më për para, thjesht gjatëse periude mund të bëj dokumentacionin gati, dhe më 12 korrik, e në vazhdim, mund të aplikoj për pension pleqërie për burin e vetë. Sigurisht duhet të këtë hapur e Albania, si që thamë, se syndot pa hapur e Albania, ndërko e drejta për të aplikuar i linë deri në një vit. Fillon nga 12 korriku dhe i rezervohet deri në një vit të vitit tjetër. Dhe e merë me prapaveprim që nga dita që ka plëcuar... E merë që prej 12 korrikut, pra. Po, që nga 12 korrikut. Këtu duhet këtë parasysh që të kërkoj të gjitha të drejtat që i takojnë qytetarit, nëse është në certifikat bashkë me zonjën që beri pyte, se beri për burin e vetë, atëre duke qenë të dy pa njerëz të tjere, do të aplikoj edhe për kombestime për energjinë elektrike, duke aplikuar në rubrikat për kace, të tregojnë vetë atë, se ku duhet aplikuar, duke bashkë lidhur pasaj edhe faturat e paguarat e energjisë elektrike, e cila pasqyrohet në përmjet librezës, së pagesë e energjisë elektrike, faqe parë e kontratës me qezin, së bashku me faturat ato që janë paguar, edhe një certifikat që provon që është burë e grua, kur janë të dy pensionistë, i linte drejtat i përfitoj këto kombesime, ndërsa administratës sigurime shoqërore mbi bazën e dokumentave që ka paraqitur qytetari, i linte drejta pasaj për të bërë verifikime nëse në sakta që është tek. Mirë, shumë faleminderit për përgjigjen, zoti Hoxha, ndoshta do të bëjmë një emision të dedikuar se si përgatitet dokumentacioni për dalje në pension, ndoshta edhe për javën tjetër që të gjithë marrë një praktikun edhe e shikojmë tjetin që problematike që dalin të shfaqen edhe problemet atyre dhe mënyrë se si zgjidhen. E qartë. Shumë faleminderit zoti Hoxha, presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po zotri. Jam një qytetar nga Tirana. Po. Banoj në Itali. Po. Do të pyesim zotrin, ku mund të bëhet kjo, se na ka thënë që do njihen me Shqipëri. Po. Se kam vite punë edhe në Shqipëri edhe në Itali. Atëre, në lidhje me problemin që ka zotëria, që është problem masiv faktikisht, sepse një pjesë jo e vogël e qytetarëve shqiptarë banojnë në Itali, kanë kontributin e tyre aty, po sigurisht ata kanë edhe kontributin që kanë patur këtu në Shqipëri para se të largoshin për në Itali, dhe për të reguluar këto marrëdhënie dhe të drejtat e qytetarëve shqiptarë që kanë kontribute si në Shqipëri ashtu edhe në Itali, ka dalë një ligj i cili është miratuar edhe nga parlamenti italian, si dhe është konfirmuar, ka nxjerrë dekret edhe presidenti italian, ka hyrë në fuqi ligji, ka hyrë, është miratuar dhe në anën formale, pavarësisht se ka ca pasaktësira ose ca mëndësira se fillon të ose jo me një qershor, sa thoshin me një korrik, po si dhe qoftë, i ka ardhur momenti që maksimumi me në datën një korrik, qytetari nëse ka plotësuar moshën që nevojitet për të dalë në pension, bëhet bashkimi i kontributeve që ka. Kontributet i provon në përmjet zyrave që ka në Itali, ka rreth 360 zyra që meren me problemet e emigrantë. Po ndërkohë nuk janë konfiguruar ende, në një korrik fillojnë. Në një korrik, po do të paraqitet në atë zyrë, ku të deklarojnë edhe periudat ku kam punuar në Shqipëri dhe vetë ato zyrat meren, dhe më thënë, bëjnë lidhje me dhe konfirmim të periudave të vjetësisë në punë që ka në Shqipëri në përmjet Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Në momentin që konfirmohet,
si pas kusheve që plotësojmë se neve nuk e dim, thjesht flasim në parim këtë të qytetarit, se nuk e dim se sa vite si punë ka, po sigurisht ai për pjesën që e ka të garantuar të paktën krijon ato standarde duke bashkuar këto kontributet e vjetësisë në punë, ai si të thuash i linte drejta dhe nuk i ikin kot këto kontributet që kanë në Shqipëri edhe kur janë më pak se 15 vjet bashkohen me atë. Se kur janë 15 vjet ajo aplikon edhe merr një pension këthe dhe një pension në Itali. Me qartë. Mirë, faleminderit për përgjigjen zoti Hoxha. Presim një tjetër telefonat në studio, kemi kohë edhe 4 minuta. Mirëmëngjes, përshëndetje zonjë. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje. Përshëndetje për emisionin. Me zotërin do të flas pak. Po, drejt për drejt jeni me zotin Hoxha. Po. Jam një pensioniste. Mirë, po më humbën 80 pune. Edhe vajta në sigurimet shoqërore. Librezën e kam pas të vullosur dhe kam pas shumë të sakët. E kam shumë të sakët. Më tha sigurimet shoqërore që ta ndjeru thanë kategorinë e 3 do më japësh 1 milion lekë. Zonjë të shumë, po sa e marr pensionin? Tash unë nuk mundem të jap 1 milion lekë. Kur ka dalë në pension? Kur ke dalë? Vajta te një gjyqtar. Gjyqtari më kërkoi 3 milion lekë. Spitali? Më kërkoj 3 milion lekë gjyqtari, pra, që të ndjeru 3 milion lekë të bënda. O zotëri, tash, ne jemi në kushtet të tjera sociale, tash nuk si do t'jap 3 milion lekë. Më tha avukati, do vazhdoj, do lere, edhe e lash. Edhe më ka ndalë 8 vite mangut. Kur ka dalë në pension, Pjade? 5 vjet. Kur ke dalë në pension, zonjë? Unë kam dalë në pension në 2017. 2015-ën? 17. 14-ën, okej. Po? 17. Atëre... 17, zotëri. 17-ën. 17. Po. Atëre... Edhe më humbë 8 vite. Për të qenë korekt, në lidhje me bisedat, sepse me japim me opinione mbi bazën e ligjit, nuk japim mbi bazën e... Unë po flasë shumë saktësisht, edhe unë jam inteligente. Mirë, ka gjë, për shembull, këto terma që më kërkovi kaq ky, kam dhënë kaq atje, këto ne nuk i marrim bazë. Unë do jap shpjegime mbi bazën e asaj të drejtë që juve ju takon. Derisa ju keni të parashikuar edhe të pasqyruar vjetësinë e punës prej 8 vjetës në librezën e punës, askush nuk më mohoj të drejtën tënde për të njohur si vjetësi pune, nëse është kështu siç thoni juve, të jetë pa korrigjime, pavarësisht, të jetë pa korrigjime, të ketë vulatyrse dhe dalse, por duhet kemi parasysh edhe faktin që një pjesë të dokumentave të vjetësisë në punë, Instituti Sigurimeve Shoqërore nëpërmjet arkivës qendrore që ka në Lundër, nuk i disponon për shembull në këto regjistra. Këtu mbetet i vetmi gjyq dhe gjyqin e ketë fituar në kuptimin e drejtësisë, po them, nëse ka drejtësi tamam, sepse ju dispononi një dokument i cili vërteton vjetësinë e punës, i cili është edhe i vetmi dokument që mbahet nga njeriu që është i interesuar. Pjesa tjetër, nëse i ka regjistrat instituti, s'ka borderot, këto janë detyrat e tyre, juve su duhet gjë, në mënyrë korekte juve mund të zgjidhni një avukat të ndershëm në kuptimin e për të bërë ato pazaret punës të kuptojve, do t'i paguani. Ndërsa këto jashtë kanaleve, si që u paraqit këtu, unë të rekomandoj që të mos i ashtu, se s'ka nevoj as të japësh para dhe as të stimulosh njerëz që janë informali këtu në zgjidhjen e problemit tuaj, po thjesht me drejtësinë dhe me... Sigurisht do të kalosh ato praktikat gjyqësore, të cilët janë të domosdoshme, por nëse i ndjek, ti je sigurt që s'ka njeri qoftë në nivelet e gjykimit, qoftë edhe të administratës, kur provohet me dokumentat, të mohoj një të drejtë që ta jep ligji. Me qartë. Shumë faleminderit, zoti Hoxha, për shpjegimet. Shumë kënaqësi, siç e thamë, edhe për diskutimin paraprak që bëm. Unë nuk e di nëse kemi më kohë. Okej. Jo, doja të pyesja zotin Hoxha, për gjyqet, për njëjën e viteve të punës, duke marrë shkas nga rasti i zonjës, mund të nisen para daljes në pension, para moshës pensionit? Po.
mund, pra që më zonohen në kushtet që... Në kushtet ku qytetari konstaton që dokumentat e ti vetë ai disponon të rregulla si që është libreza, po edhe kurse disponon një librez për arsye nga më të ndryshmet, dhe konstaton që ati ku ka punuar nuk po gjenden atë, ka kërkuar dikur, atëre në bazë të dokumentave që merë, dokumentat negative që merë nga institucioni i sigurimeve shoqërore, arkiva dhe kështu, asaj lindë drejta, ose ati për të filluar gjyqin, edhe pa dalë më edhe pa shpensioni. dalë me pensioni. Shumë faleminderit zoti Hoxha, shumë faleminderit dhe ju nderuar teleshikues për vëmendjen tuaj.